kem asnjë kontakt, asnjë tendencë nga kushdo kohë, qoftë edhe me na informu se çka po ndodh, kështu që unë nuk e shoh ai logjik se çfarë situate të re do të kemi në të ardhmen e afërt. Kjo që ka ndodhur sot dhe kjo pyetje që e shtroni ju, kjo ka qenë edhe kërkesë e presidentes në tavolinë përballë liderëve partive politike kur janë ftuar në konsultim për shpalljen e zgjedhjeve. Por kërkesa e zotit Kurti atë ka qenë më jepni afat edhe 5 ditë se do të shohim se çka do të bëjmë. Tash të shohim, domethënë unë nuk e di, por prapë po thonë se veni do të shkon zgjedhje mas 6 muaje. Pra i bën që njëjtë veni po dashka me shkuën zgjedhje prapë se kemi një qeveri të përkohshme. Nëse nuk e di tash situatën reale çka thot kushtetuta, por ne nuk kemi qenë asnjëherë pengesë për mi votu buxhetin edhe për mi votu marrëveshjet ndërkombëtare. Domethënë jemi kon shumë të hapun me gjithë zgjidhje se si kalohet pe kësaj situate. Por megjithatë ju e dini që ne kemi afat deri me 21 mars, nëse nuk gaboj, me buxhetin që vetëm vazhdohet mandati i buxhetit. Të shohim tash çfarë situate do të kemi, po në to rrethana unë personalisht me keqardhje them, po nuk do të isha bu pjesë e këtyre skenarëve. Pra, ju po thoni se vot për Konjufcën nuk do të jetë nga AKJ-ja. Unë për momentin po flas vetëm si individ, por se nuk kemi konsultime të mbrëmshme akoma për shkak se situata është se jemi në terren me këto zgjedhjet në raundin e dytë, por gjithsesi do të konsultohemi dhe do ta japim një verdikt. Të shohim se çka ofron, se ne nuk kemi pa ndaj ofertë përpos deklaratave nëpër media. Domethënë as nuk kanë ofruar program, as nuk kanë ofruar listë zgjedhore, listë ministrore, as një gjë tjetër. Unë nuk e di çka nën kupton kjo qeveri kalimtar ose si pe quajmë, por jemi të qartë edhe për opinionin publik. Kabinet tha zoti Kurti është i njëjti, vetëm i kemi ndruar rolet unë dhe zoti Konjufca, pra zoti Kurti tha se janë dakorduar që ai të shërbej si ministër i jashtëm eventual. Unë nuk u marr mandat në popull për me votu një kandidat i cili është një subjekti tjetër politik dhe që Aleanca nuk është pjesë e atij koalicioni. Pra në këtë rast i bën që unë automatikisht me vetdije për ty ne jemi të përjashtuar. Por unë nuk e di se si do të jetë një ministër i jashtëm zoti Kurti kur është pikërisht ky ministri i jashtëm i pretenduar që e ka pru Kosovën të izoluar. Domethënë edhe në aspektin ndërkombëtar, edhe pe amerikanëve dialogu strategjik ndërprerje edhe sanksionet pe Bashkimit Evropian, nuk e di çka ka me përfaqësu, kur ne kemi po mendoj të paktën në rajon e kemi kryeministrin në detyrë më të izoluar na herë që e ka pas historia e Kosovës. Tash nuk e di çka janë këto numra, por unë e shoh që zoti Kurti po mundohet me marr kohë dhe venin me çun zgjedhje në fund vitit. Shpresoj që presidenti nuk bjen në këto kurtha për shkak se ka afate kushtetuese që mundet me shku edhe me datë 21, po mundet edhe me i bë thirrje që seanca më ftu për shkak nesër proma, në rast se i kanë numra. Nëse jo, veni automatikisht do të shkon të nxjerrë. Shkurt, zoti Haradinaj, ju personalisht, pra se thatë nuk jeni konsultuar me gjithë subjektin politik, a do t'ishit për të ullë në një tavolinë për diskutuar nesër pas nesër me zotin Konjufca se si duhet vepruar në këtë situatë? Atë shumë ka shku e ndeku i ndarjeve të subjekteve politike, sa që partitë opozitare, ish opozitare, po i quaj unë, nuk kanë vullnet në asnjë aspekt me pas një bashkëpunim me vetëvendosin. Sepse kanë qenë të injorum, kanë qenë të fymë, të ofendum të ana format, kanë qenë të diskriminum, kryeministri në detyrë tha dhe buxhet nuk do t'ju jepi aty në komuna që s'votojnë VV, domethënë deri këtu ka shku logjika e vetëvendosjes, kështu që unë nuk e di qysh do ta marrim guximin na, me dho besim një qeveri të udhëheqën për vetëvendosjes, kur i ka sankcionu pothuajse të gjitha komunat ku nuk ka qenë vetëvendosja në krye të qeverisë lokale. Personalisht mendoj që zoti Glau Konjufca është një viktim, sikur se ishte Albulena Axheu 56 herë në Kuvendin e Kosovës. Më ka çudit fakti pse ka pranuar atë mandat kur ai e din shumë mirë që nuk ka numra për kryetar qeverie. Zoti Haradinaj, faleminderit që u lidhet drejt për drejt, pra sonte burrë që së shpejti